të flasësh për Koçën, do të flasësh për mirënjohjen e qytetit. Dhe kur themi për mirënjohjen e qytetit, është nderi më i madh që mund t'i bëhet një veprimtari të shquar, siç ka qenë Koçë. Koçën duhet ta shikojmë si qytetar, shembullor, duhet ta shikojmë si prind të përkushtuar, si artist i veçantë, por dhe si shkrimtar. Edhe atë të fundit që ai se hoqin kur nga dora, historian. Ai bëri historinë e teatrit dhe të estradës. Koçua vërtet rojti gjatë dhe la shumë mbresa për këtë qytet, por jo vetëm për qytetin tonë, por për gjithë Shqipërinë, për gjithë shqiptarët kudo ku jetojnë. Ai ishte një humorist i talentuar. E nisi me skeqin dhe përfundoi me komedi. Ndaj sot i përulem këtij njeriu që u bë simbol për qytetin tonë. Ju falenderoj.